Zoti Eno Bozo që ka fjalën tani. Lije në mëshirë të fatit, qindra e mira fermerë cilve në 2 përmbytjet një pasnjëshme, unë janë shkatruar gjitha kursimet, unë janë dëmtuar shtëpit dhe praktikisht sot janë me sy nga qielli dhe me duart në xhepa bosh. Çfarë duhet bëhet me fermerët dhe me banorët? A mund të ata të lihen në mëshirë të fatit kur qeveria i ka të gjitha mundësitë për t'i dëmshpërblyer ata? Po. Qeveria i ka mundësit, sepse vitin e shkuar si pasojë e mos realizimit të planit të investimeve, ajo ka realizuar një suficit që përllogaritet në 600 milion euro. Pra imagjinoni qeveria që ndron mbi 600 milion euro, të cilat për hir të disiplinës fiskale, ironike kjo, nuk kanë vajtur atje ku duhet shkojnë, në investime për ekonominë shqiptare. Vetëm një pjesë e vogël e këtyre fondeve, ndoshta 1/5, 1/6 e tyre, do të mjaftonte për të përballuar të gjitha dëmet e shkaktuara fermerëve dhe banorëve të Shqipërisë në 2 përmbytjet e fundit katastrofike, të shkaktuara jo nga Perëndia, por nga fakti se infrastruktura nuk kanë funksionuar dhe nga mishmashi i kompetencave të pushtetit qendror dhe atij vendor. Rezultat ky edhe i reforme territoriale administrative thellësisht suksesshme. E pra, ky akt normativ do të ishte rasti më i mirë që një pjesë e këtyre fondeve të përdori për fermerët. Por jo, qeveria zgjodhi ndryshe, sepse fshati, bujësia, fermerët, qytetarët, familjarët, shqiptarët janë totalisht larg vëmendjes së qeverie për një dekade tashmë. Fermerët janë më të vuajturit, më të përbuzurit, më të persekutuarit, sepse bujësia dhe blegtoria financojnë shumë pak. Thuaj se asgjë, për të mos guxuar pastaj t'i krahasoj me konkurrentët e tyre në ballkon. Ky fakt ka sjellë braktisjen e madhe të fshatit dhe rënien pikjat në terma absolut të prodhimit bujqësor. Sot, pikërisht për shkak këtyre politikave, të cilat tashmë nuk janë as pa dashje dhe as pa dieni, Shqipëria po kthehet me shqetësim, me shpejtësi në një vend importues të gjithçkaje. Ne nuk prodhojmë më. Ne nuk prodhojmë as produkte bujqësore dhe aq më pak industriale. Ne jemi vetëm konsumues. Me këtë ritëm brenda pak viteve Shqipëria nuk do të ketë më as sektor bujqësor dhe as industrial. E jo më të konkurrojë me atë të vendeve të rajonit. Fatkeqësi e madhe për shqiptarët sepse parat janë atje kur duhet dhe gjenden me njëherë kur duhet të ngriheshin 3 incinerator që sot nuk ekzistojnë. Dhe për këtë u gjendën me njëherë 400 milion euro. Por para për shqiptarët në nevojë nuk ka. Parat janë atje dhe gjenden me njëherë kur 500 milion euro të financuara nga Akshi përfundojnë në duart të krimit organizuar. Janë atje kur rrugët duhet të prokurohen me 2 apo 3 fish kostos tyre. Por para për shqiptarët dhe për nevojtarët sigurisht nuk ka. Janë aty kur 40% e procedurave të prokurimit publik përfundojnë me një ofertues vetëm, ose me 99% të fondit limit. Janë atje kur për tunelin Llogaras 50 milion euro përlahen me një firmë të vetme. Janë atje kur 260 milion euro të rrugës Qugës Qaf-Ploç përfundojnë me rrëshqitje dhe bllokim rruge jashtë çdo standardi sigurie. Janë atje kur paguhen 80 milion euro për 2 tece lundrues, që nuk kanë hyrë në punë dhe nuk kanë përthyr asnjëherë në punë, por përsëri para për shqiptarët nuk ka. Janë atje për të paguar me taksat tona kompani fantazëm virtuale në parkun teknologjik të Xhabzotaj. Janë atje për të paguar sa PPP, qindra milion euroshe, vlera dhe qëllimi të cilave është qartazi kundër interesit publik. Janë atje kur me parat tona duhet të ndërtojë një port i ri detar në Durrës, sepse këtë ekzistuesin lideri global e fali si t'ishte pronë e tij. E përsëri para për shkolla, spitale, ujë të pishëm, zjarr fikse, edhe forcat e rendit që u përballën me të, për fat keq nuk ka. Në qeverisjen tuaj, atje ku sot ka një tender, ka një hajdutri. Ku ka një prokurim publik, ka një grabitës. Ku ka një ligj, ka një hapësirë të dakorduar me qeverinë për evazion fiskal. Ku ka një inspektoriat, ka një band gjobvënse e cila nuk ndalet derisa të marrë plaçkën e saj. Çdo qelizë shtetërore nuk është më vetëm e korruptuar, është e kriminalizuar. Këtë e kanë kuptuar mirë 1.1 milion shqiptarë të cilët ikën sepse nuk kanë këtu dhe nuk gjejnë më asnjë shpresë për të ardhmen. Por jo të gjithë mund dhe duan të ikin, sepse tashmë rrugë të mesme nuk ka.
Ose ngrihemi gjithë për të shkurtuar jetën këtij regjimi, ose asgjë nuk ka për të ndryshuar. Në 24 janar, shqiptarët u ngritën, të rinjt u ngritën, fermerët u ngritën, arsimtarët dhe mjekët folën në një protestë madhështore. Por ky është vetëm fillimi i një betejë që Shqipëria do ta fitojë me çdo kusht. Ne nuk të riqemi asnjë hap pas. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Bozdo.